Kam të ftuar në një lidhje direkte Dasara Karaiska, e cila do të më flasë lidhur me situatat që po ndodhin aty në Ferma VIP, dhe mbi të gjitha do e nis me një reagim që ka pasur nga bashorti i Sara Kapa, i cili ka deklaruar, po themi ose më saktë, ka qenë mjaft kritik lidhur me sulmet sipas ti janë bërë bashkëshortes së tij në Ferma VIP. E megjithatë, ka qenë i drejt për drejt dhe me Dasarën. Faleminderit shumë për intervistën, dhe kjo është një mundësi edhe për të pasur një reagim në fakt lidhur me reagimin që pati bashorti i Sarës. Në fakt, unë kur më bombardua inboxi, WhatsAppi me deklaratën që kishte bërë, mendova që ndoshta më mirë ishte të mos reagoja, dhe mora pak kohë se thash vlen ose jo, se mu duk edhe pak jo e zgjuar nga ana e tij që merr përsipër të shkojnë në një televizion dhe t'i tregojë atyre se kë duhet ftojnë dhe kë jo. Do të thënë, mendimi i parë ishte ky. Do të thënë, një qëndrim absurd nga një njeri që përpara se të mos më njohë mua asnjë njeri atë, kështu që mu duk sinqerisht, mu duk pak thash më mirë të mos, nuk ja vlen të reagoj. Megjithatë, pastaj vjen një moment kur shkon në moshën time, edhe ke derdhur djerës, kocka, në përgjithësi për dy gjëra prekem në jetë, në këtë moment të jetës që jam, që besoj se jam një grua e pjekur, të paktën shpresoj që të jetë kështu, që më dhëmbë djersa dhe kockat për profesionin tim, dhe sigurisht mëmësia, pastaj është edhe ai një tel që po ma preke, natyrisht më bezdis. Dhe thash pse jo, pse të mos reagoj. Ai që nga babai një aktori, siç unë jam vajza e një profesori po ashtu në fushën e vet, shumë i kualifikuar, dhe ndonjëherë se unë jam modeste nga natyra shumë, edhe kjo modestia është shoqëruar edhe me faktin që në jetë kam bërë atë që kam dashur, si e kam dashur. Ato që kanë qenë interesat që më kanë ngacmuar, me ato jam marrë, ato që më kanë pëlqyer, kam bërë këtë gjë edhe me librat që kam lexuar, edhe me filmat që kam parë. Domethënë, në çdo rast gjithmonë një gjë duhet të tërheqet dhe të më thotë diçka shpirtërisht që ta bëj. Reality show-t janë një fenomen që më ngacmon mua siç ngacmon shumë njerëz në vendin tonë në mënyrë të veçantë, po besoj edhe në të gjithë botën, sepse sjell një realitet. Dhe pavarësisht se përdoret termi loj gjithkohës, pafund, dalin tek vetja e tyre të gjithë personazhet. Dhe çfarë bëjnë ata kur dalin tek vetja? Përfaqësojnë ato që është realiteti, luftrat që kemi çdo ditë në ambientet tona të punës, luftrat që kemi në familje, qoftë edhe me familjarët tan për një zënk koti që pse e le këtu dhe se le atje, ku diun, shishën e ujit. Është shumë afër realitetit, dhe mua më pëlqen psikologjia, më ka pëlqyer gjithmonë psikologjia, pavarësisht se nuk kam studiu pastaj, se u bëra gazetare, po ama një lloj intuitet në gazetari nevojitet për të kuptuar, edhe për të kapur lajmin duhet një intuit njerëzore që hyn psikologjia në mes, nuk e di jam kupton. Dasara, a qëndrojnë akuzat që bëri edhe ndaj fermerëve që Sara është bullizuar, Sara është përndjekur, Sara kështu, Sara nuk ishte dhënë hapësirë, Sara edhe pse po themi ka pasur mjaft dinamika, nuk janë shfaqur në prime, pra duket sigurisht një shfryrje ndaj produksionit dhe ndaj gjithë çfarë po ndodh aty, apo ishte edhe një lojë që shpeshherë përveç se luhet brenda, zakonisht edhe familjarët bëjnë ato të tyre, aq sa mundet. Populli nuk është budalla, populli vuri re, kur them populli, sikur është një popull i tërë, okay, se domethënë ata që janë ndjekësit, që ne ndjekin me fanatizëm një reality show, e kanë kuptuar që kishte një lloj irritimi nga ana e gjithë familjarëve, sa i tha që vinte nga ana e gjithë familjarëve irritimi, dhe vinte me arsye se tani njeriu shtë mbjelli do korri. E kupton? Kjo pastaj u pa edhe në qëndrimin që mbajti Sara në darkë, filloi të ishte shumë e dashur me Mozën, ndryshonte komplet dinamikat e lojës nga e zeza në të bardhë, që ishte e çuditshme, që ishte
ishte çuditshme. Kështu që kam përshtypjen që përveç intervistës i ka bërë një 2 biseda i shoqi edhe me produksionin, lidhje me temën edhe kaq. Kjo është. Ka një fenomen në Fermavip dhe ajo është Moza Ahmeti. Si e ke parë këtë rrugtim të Moza Ahmetit në Fermavip dhe a është e amplifikuar ky fenomen apo realisht ajo çfarë ka ndodhur deri tani Moza e meriton? Ja, unë do isha ignorante dhe budallaqe nëse do thosha që është amplifikuar imazhi i Mozës. Imazhi i Mozës është shembull për t'u marrë, edhe siç thash edhe në fillim të interviste, reality show shërbejnë edhe si një lloj shembulli për realitetin dhe në realitet Moza ka sjell tek publiku do duket pak kam përshtypjen që mund të duket pak si thonë s'më vjen fjala tani. Do me thënë, jemi një popull i vrazh dhe Moza me qëndrimin e saj ka sjell shembullin se si mundet njeriu me shumë paqe dhe dashamirësi, duke qenë ndërkohë i zgjuar dhe duke qenë edhe e irriton ignoranca, edhe mund ta irritoj budallalliku, por në një mënyrë shumë natyrale dhe me bagazhin që ajo ka arritur t'i tregoj publikut që ka dhe forma të tjera publikut shqiptar, se publiku shqiptar është i vrazhd, që ka dhe forma më pak të vrazhda për të përballuar realitetin, që në Shqipëri është shumë i vështirë. Kështu që kjo është gjëja e parë që e bën Mozën shumë fenomenale. Rasti i Mozës, në ndryshim nga ai i Luizit, është i vështirë për t'u analizuar, sepse duhet të kesh kapacitetin e saj ose të paktën gjysmën e kapacitetit saj për të analizuar. Nuk duhet të harrojmë që është 63 vjeç, nuk duhet të harrojmë që është akademike, jep mësim në fakultet, nuk duhet të harrojmë që ka qenë një grua që ka një eksperiencë të madhe mbi supe me martesa, me divorce, me histori romantike, me rritje fëmijësh, janë gjitha këto sfidat jetës që ose etapa, se s'kam dëshirë. Në radh parë janë sfida, por janë dhe etapa në jetën e gjithë secilit që e bëjnë pastaj njeriu më të pjekur, më të madh dhe të tjera me radhë, nuk e di sa më kupton. Në fakt ajo çfarë vjet të re tek Moza si personazh është edhe energjia që ka, që edhe pse ka një moshë caktuar në fakt ka një energji për të përballuar gjithë banorët edhe së bashku fermerët. Çfarë do të thotë në realitetin shqiptar, ju e cekët pak, po në realitetin shqiptar çfarë do të thotë dhe kjo që ti tregon dhe historira të tuat me personazhe të ndryshme, siç ishte një histori me një prej personazheve më po themi më të përfolura të krimit në Shqipëri, edhe mënyra se si tregon historitë dhe mënyra se si dhe tregon dhe mënyra si është zgjidhur e gjithë gjëja, duket si sinqeriteti i Mozës ndoshta nuk është dhe për realitetin në Shqipëri, që zakonisht shumë njerëz mundohen që ta tjetërsojnë realitetin dhe të mos thonë gjithmonë vërtetën. Pra sa e gatshme është shoqëria shqiptare për të përballur me një Moza Ahmeti? Unë nuk do të thosha që është e gatshme shoqëria shqiptare, se shoqëria shqiptare është një shoqëri për cilën kam folur vazhdimisht që është një shoqëri shumë e keqe, më e them me fjalë thjeshta. Mentaliteti është i pari dhe tek mentaliteti hyn të gjitha, tek mentaliteti vjen krimi në familje, tek mentaliteti vjen kjo mungesa e sinqeritetit që thua ti, e kupton se jetojmë për mentalitet dhe kemi dhe vetë mentalitet. Kështu që Moza jo vetëm i shërben, po i duhet publikut shqiptar. Dhe unë jam shumë e lumtur dhe nëse ka pasur ndonjë reality në Shqipëri ku unë kam thënë me gojën plot, unë jam fanse, ky është rasti vetëm i Moza Ahmetit. Unë bëj pjesë edhe tek Team Moza, tek ato grupet që janë krijuar online dhe bëj këtë me kënaqësi sepse kush jam unë për të mos qenë fanse një gruaje aq të madhe sa ajo. Në kuptimin që është kultura, është shembulli, them që kontributin më të madh po e jep pikërisht tek shembulli ajo. Domethënë ai është kontributi më i madh që po jep. Dhe
Po i tregon këtij vendi që edhe si më duket vetja përpara mozës sikur jam e pamjaftueshme për të folur, dhe pse e di që kam artikulim të mirë, kur dëgjon atë njeriu ndalon. Dhe ajo që më pëlqen është se edhe kur ajo hyn në filozofi, ajo di të bëhet e kuptueshme për publikun. Kjo është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Është e butë moza dhe është dhe transgresive në të njëjtën kohë. Mua më pëlqente shumë kur ishte me Hermionën aty brenda, sepse ishin dy gra të një moshe të caktuar, të pjekura, të cilat nuk i përkasin imazhit që ka gruaja në Shqipëri, që është e rropatur, që vishet keq, që nuk e ndjek modën, që s'ka respekt për veten e saj, po jeton vetëm për shpesh edhe për të bërë llapa me gratë e lagjes, domethënë nuk kanë substancë gratë në Shqipëri, sepse nënshtrohen akoma, më kupton? Për shkak të mentalitetit. Kështu që shembuji si ai Mozës, më kujtohet Monika Lubonja edhe ajo Ariola Demiri në Big Brother, i Hermiona Lekbellos, qoftë edhe shembulli i Zhakut me gjithë problematikat që ka, që janë gratë një farë moshe dhe kanë një vërtetësi, domethënë, dhe e shfaqin këtë vërtetësi pa frikë nga mentaliteti, është një shembull shumë i mirë për Shqipërinë. Ka pasur në fakt një debat mes Moza Ahmetit dhe Zhakut lidhur me ishburrin e Mozës. Kjo histori në fakt është sjell nga Zhaku për të tërhequr vëmendje, apo ka diçka në mes që në këtë histori, siç edhe Moza ka thënë që kur e ka marrë në telefon pas disa muajsh, ajo më ka thënë që jam me ishburrin tënd. Ka një mënyrë shumë interesante dhe të butë, por shumë domethënëse, Moza të kthyerit të përgjigjet edhe në momente që mbase ndikojnë emocionalisht se janë pjesë e jetës së saj. Më ka pëlqyer shumë kur i tha Zhakut, ke ndryshore ti. Domethënë, unë me atë të voglën time krahasuar me Mozën, do kisha thënë që ke luhati o mori të ndryshueshme nga mëngjesi deri në darkë për Zhakun. Ndërsa jo i tha ke ndryshora. Dhe unë mendoj që Zhaku është në një moment, me që kam kuptuar dhe perceptuar, në një moment jetës saj, ku po e shoqëron divorci me të shoqin, dhe unë e di që është divorci, dhe është një moment vërtet i rëndë për t'u kaluar për një grua, sidomos kur ka fëmijë në mes, cili do qoftë ai që vendos ta kryejë divorcin. Kjo nuk ka rëndësi. Pastaj ndoshta vërtet ka një histori pathosi shumë të madhe me këtë Enionin, po aludojmë tani, nga që kam kuptuar gjithmonë. Zhaku, dhe kështu që i ngatërrohen gjitha emocionet dhe ka të pamundur në një moment jo të ekuilibruar që ndodhet Zhaku në jetën e saj, për të arritur dhe për të reaguar në mënyrën e duhur, nëse mund të ishte ky termi i duhur për të shprehur. Tjetra ishte që mbas asaj që ndodhi natën që ato të dyja u përplasën, ishte Zhaku që pam në mëngjes. Edhe kjo do tregon shumë për faktin që nuk është puna se më kujtuar për shembull Roza Lati dhe ajo brithte me bikini nëpër shtëpi. Po Zhakut nuk i shkon. Domethënë ishte si një gjë e bërë e stisur për treguar me zor që unë spyse dhe unë jam avangard. Kurse Moza është avangard me ato mënyrat e veta dhe kur thotë s'kam fustan me vesh edhe s'kam këpucë me vesh, se njeriu për çdo gjë, qoftë për klasin, qoftë për modernizmin, duhet i ketë të ndjera gjërat, mos dali jashtë vetes për të bërë ai që s'është, më kupton? Kështu që këto janë deficitet e Zhakut që e bëjnë pastaj edhe një personazh jo simpatik përpara publikut. Kam dhe pyetje të fundit. Besoj një nga momentet më kulminante të këtij edicion deri tani të Ferma VIP ka qenë dhe kthimi i një lloj mënyre jo, po themi, jo të edukuar të Olës ndaj Arbana Osmanit, me një lloj etiketimi, siç s'ka nevojë ta përmendim, me termin. Ajo ishte më shumë një, po themi, lloj mënyre për të thënë Ola që këtu janë folur, kjo fjalë është folur dhe s'ka arsye që të mos e flasim nëse ju po themi e normalizoni, apo ishte një mëllef i karakterit të Olës. Pra si e ke parë këtë përplasje? Unë e kam thënë edhe në një intervistë në Vision Plus që ka qenë mlefi i një vajze 23 vjeç,
e cila s'ka pjekurinë e një gruaje mbi 40, kështu që e ka më të thjesht. Edhe vetë Arbana tha, unë e kuptoj, tha, mosha je ngarkuar, tha, dhe prandaj thua këto, dhe mendoj si ajo dhe unë. Dasara, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ty, mirupafshim.